moment për gjysmë të vërteta që dalin lart e poshtë. Këto do bëhen hetime, do bëhet proces, do bëhet gjykim, është proces që do tregojë në fund, por di një gjë, që në krye të skuadrës së Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm, Linda Karçanaj, e cila sot është mas sigurie në një shtëpi me qera ku jeton, pasi ka jetuar deri pak vite më parë në shtëpinë që dikur ishte e prindërve në një apartament kohës komunizmit. Dhe që e njoh për 20 vjetësh, që punon pa orar dhe që ka udhëhequr gjithë të transformim që është epokal për Shqipërinë. Këtë di ta them me plot goje. Kështu që në këtë pikë, po, është protagonistja kryesore e transformimit digital të Shqipërisë, me një respekt absolut ndërkombëtarisht në të gjitha këto institucione dhe në të gjithë sferë. Dhe për pjesën tjetër që juve më pyesni, unë po e përsëris. Çfarë thoni ju sot, bazuar në copza të nxjera rrugëve nga ata që duhet ruajnë sekretin hetimor, nuk është absolutisht e mjaftueshme për të dalë në përfundime mbi fajin apo pafajësinë e njerëzve. Kujdo qoftë, janë gjysmë të vërteta, ose janë, jo gjysmë, po janë çerek të vërteta, sepse gjëja është shumë më e madhe, nxjerrët një copë këtu, nxjerrët një copë atje, dhe kjo është e njohur, ka ndodhur edhe në vende të tjera. Ushqehet publiku me këto gjëra për të dënuar në sytë e opinionit njerëz që kanë të drejtën të prezumohen pafajshëm deri kur t'i dënojë gjykata. Degenerohen në publik, krijohet ideja që këtu ka një gjë të madhe, që këta njerëz janë kështu, që ky është llum, që këta janë llum, që këtu llum, atje llum, dalin dhe këta pastaj të kapakët e tenxhereve ndarke që marrin paga maramëndse të padeklaruara, dhe që pastaj flasin për pensionistët, ndërkohë që nuk ju paguajnë pensionistëve atë që ju takon pensionistëve nga rroga e tyre, edhe vazhdon historia. Unë nuk marr pjesë në këtë histori. Unë thjesht dhe vetëm jam në dispozicionin tuaj si personazh që të më fusin në tenxhere nga mëngjesi deri në darkë. Po mos harroni një gjë, mua çfarë nuk më vret vetëm më forcon. Këtë keni parasysh. Kështu që po doni të më dobësoni, mos tentoni të më vrisni. Flas të më vrisni metaforikisht, se larg qoftë fizikisht, se atë pastaj nuk e kemi në dorë, po flasim për këtë që ju keni në dorë. Urdhëro. Mola Luku nga